Mirë mbrëma të nderuar shikues, po ndiq një edicionin qendror të lajmeve këtu në të shtatë, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Me 4 vota për të e 2 për kundër kandidatin. Arjan Gashi është zgjedhur kryesues i Këshillit Prokurorial, kurse Dardan Vuniqi është zgjedhur zëvendës kryesues. Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykim lirues për të gjithë të akuzuarit në rastin e shpërtimit në lokalin Sekiraqa. Ngjarja që ndodhi me 24 shtator 2007, ku kishin humbur jetën 2 persona. Një muaj para burgim për këngëtarin Besart Kelmendin, i njohur si Gjesti, mbi të rëndojnë 3 vepra penale për fshirkanosjen dhe mbajtjen e paautorizuar të armës. Kryeministri Albin Kurti po insiston në marrëveshje për presidentin, duke vlerësuar se s'ka nevojë për zgjedhje. Fton opozitarët për takim, ata i thonë pasi të flas kushtetuesja, nuk e komenton Vjosa Osmanin. Irani ka sulmuar për herë të tretë Turqinë, sistemet e mbrojtjes së NATO-s së premten ja kanë rrëzuar një raketë balistike në territorin e shtetit turk. Në disa qytete, marshime pro ajetollahëve. Kryeministri Albin Kurti po duket se nuk po i preferon aq zgjedhjet e reja. Ai edhe sot tha se do t'ju dërgoj ftesë liderëve të partive opozitare për t'u takuar në fillimin e javës që vjen, me qëllim që të diskutohet çështja e presidentit, por nuk pranoi ta thot as edhe një fjalë por deklaratat e presidentes Vjosa Osmani lidhur me të. Qëndrimet e një jave më parë i përsëriti edhe këtë të premte. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se zgjedhjet potenciale janë krejtësisht të panevojshme. Duke refuzuar të komentojë deklaratat e presidentes Vjosa Osmani, ai tha se gjykata kushtetuese duhet që sa më parë të vendosë për këtë çështje. Theksi duhet të vihet tek fakti që në vitin e kaluar kemi pasur 4 palë zgjedhje dhe unë jam i bindur që nuk kemi nevojë ta përsërisim vitin 2025, viti 2026 është vit i ri. Nuk është as e drejtë as e dobishme që të kemi zgjedhje të përsëritura. Përgjigje Kurti pati për pyetjen se a ja plotësoi dëshirën presidentja e shtetit për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme më 28 dhjetor të 2025-s. Ekziston edhe shkresa nga sekretariati i Komisionit Qendror Zgjedhor që thotë që e kanë të pamundur organizimin e zgjedhjeve për 21 dhjetor për të përmbushur afatet e domosdoshme kohore lidhur me sfidat teknike e logjistike. Mos harroni që ne kishim në tetor dhe nëntor 2 raunde të zgjedhjeve lokale dhe hym në procesin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare ende pa u bërë certifikimi i zgjedhjeve lokale. Prandaj nuk ka pasur mundësi tjetër për datë përveç se 28 dhjetor. Ndonse takimet e mëhershme nuk prodhuan asnjë rezultat pozitiv. Kryeministri shtoi se sërish gjatë javës së ardhshme do të ftojë liderët opozitar për takim. Unë besoj që me krerët e partive opozitare duhet të takohemi dhe unë qysh sot do t'ju dërgoj ftesa për të takuar në fillim të javës ardhshme. Këto deklarime kryeministri Kurti bëri të premten ku mori pjesë në një ngjarje bashkë me ministrin e shëndetësisë Arben Vitia për përurimin e hapësirave të renovuara në Institutin e Anatomisë Patologjike. E shumë nuk vënoi përgjigje e opozitarëve. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, i është përgjigjur pozitivisht ftesës së kryeministrit Albin Kurti për takim për çështjen e presidentit. Megjithatë, ka thënë se në takim do të shkojë vetëm pas vendimit të gjykatës kushtetuese për këtë çështje, duke respektuar këtë rend pa procese të tjera paralele, politike paralele, i bëjmë nder jo vetëm vetës, por edhe Republikës dhe institucioneve që janë ndërtuar me shumë mend, ka shkruar Abdigjiku. Për këtë ftesë është edhe Partia Demokratike e Kosovës, e cila tha se mbetet e hapur për komunikim dhe dialog politik, sa herë që kjo i shërben stabilitetit institucional dhe interesit të vendit. Reagim pati edhe nga shefi i deputetëve të AK-s, Besnik Tahiri, i cili tha se Kurti po provon të përmbys narrativën e blokadës që ka krijuar vet dhe të njëjtën kohë të rresë presionin ndaj kushtetuesës. Sipas Tahirit, lëvizja e Kurtit në pamje të parë duket konstruktive, por Tahiri thekson se Kurti po e përgatit terrenin për të hedhur fajin mbi opozitën dhe gjykatën.
E pikërisht për shkak të presidentës, pas zhvillimeve në degën e Deçanit, dorëheqjen nga strukturat e tyre kanë dhënë edhe antar të kryesisë të partisë guxon në Pej. Në një njoftim, antari i kësaj partie, Rushdi Blakaj, bëri të ditur se vendimi për largim nga partia lidhet me, siç thonë, mungesën e përkrahjes ndaj presidentës Vjosa Osmani nga ana e strukturave të kësaj partie në Pej. Në reagim thuhet se është shqetësues qëndrimi i zëvendës kryeministrës dhe bashkëkryetares së Guxos, Donika Gërvalla, për të cilën pretendohet se ka lobuar kundër zgjedhjes së Osmanit në postin e presidentës. Sipas deklaratës së tyre, është e papranueshme që brenda të njëjtit subjekt politik të mos ketë mbështetje për një presidente që sipas tyre ka treguar integritet dhe angazhim të vazhdueshëm për shtetin, veçanërisht në fushën e politikës së jashtme. Kurse një parti tjetër e vogël mori një përgjigje nga drejtësia, Gjykata Supreme ka refuzuar si të babazuar ankesën e subjektit politik Alternativa që drejtohet nga Mimoza Kusari Lila të paraqitur kundër vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Ky subjekt politik ka paraqitur ankesë në gjykat me të cilën konteston ligjshmërinë e vendimit të PZAP-s dhe të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për caktimin e lartësisë së mjeteve nga fondi për mbështetjen e subjekteve politike. Subjekti politik Alternativa ka kundërshtuar faktin që nuk ishte përfshirë në ndarjen e këtyre mjeteve. Gjykata Supreme vlerëson se as ligji për financimin e subjekteve politike nuk parashikon të drejtën e ankesës ndaj vendimeve të KQZ-s për ndarjen e fondeve, përveç në rastet që lidhen me dispozitat dëshkimore. Ndërsa një gjykat tjetër, ajo themelore në Prishtinë, ka shpallur aktgjykim lirues për të gjithë të akuzuarit në rastin e shpërtimit në lokalin Sikiraqa, ngjarje që kishte ndodhur me 24 shtator 2007 e ku kishin mbetur të vdekur 2 persona. Një shpërthim i fuqishëm tronditi kryeqyteti me 24 shtator të 2007-s. Si pasojë atij eksplozivi që ishte vendosur në katin përdhes në objektin e lokalit Sikiraqa, mbeten të vdekur 2 persona. Sipas aktakuzës së prokurorisë, dyshohet se motivi i kësaj vepre ishte akmarrja për vrasjen e policit special Triumf Riza. Rreth 2 dekada më pas, në gjykatën themelore në Prishtinë u shpall aktgjykimi në këtë rast. Në emër të popullit nxjerr aktgjykim kundër të pandejit Bejtullah Mehmetit, Luan Çerkinit, Bekim Suma, Fadil Sadikut, Arbresh Dalipit dhe Mehmet Mehmetin, të akuzuar për shkak të vepra penale bashkëkryer vrasje rënd, konform linjës 363 par 1.1.3 liruar nga akuza. Deri te ky vendim, kryetari i trupit gjykues Alban Ajvazi tha se ka ardhur për një arsye. Pasi që nuk është provuar se të akuzuar kanë kryer vepra penale për të cilën janë akuzuar, shpenzimet e procedurës bien barën buxhetore të kësaj gjykate. Gjatë gjithë kësaj procedure, sipas gjyqtarit Ajvazi, nuk është gjetur asnjë provë inkriminuese ndaj të akuzuarve. Me bë gjykata gjatë administrimit të gjitha provave, nuk ka gjetur asnjë provë të drejtë për drejtë në të cilën inkriminon të akuzuarit në kryen e veprës penale, gjithashtu edhe provat rrethanore që thirr prokurori i shtetit nuk kanë të bëjë fare me këta të akuzuar, pasi që nuk dihet kush kanë qenë të akuzuarit, nuk dihet cilat veprime konkrete kanë ndërmarrë si cili pandehur, gjithashtu nuk dihen sa persona kanë qenë në momentin kur ka akuzuar se kanë kryer vepra penale. Pas shpalljes së aktgjykimit lirues, filluan edhe urimet. 2 të akuzuarit tjerë, Besnik Hasani dhe Shpend Qerimi, janë gjykuar dhe dënuar që të dëmen nga 25 vjet burgim në një proces tjetër gjyqësor. Bondat kriminale të ndërshishërës. Akuzuar, shpenzimet e procedurës bien barën buxhetore të kësaj gjykate. Gjykata themelore në Prishtinë ka vendosur masën e paraburgimit ndaj të pandehurit Besar Kelmendi, i njohur si Gjesti, i dyshuar për 3 vepra penale. Prokuroria themelore në Prishtinë kishte kërkuar paraburgimin për Besar Kelmendin, i njohur si Gjesti, për shkak të dyshimit të bazuar se ai ka kryer veprat penale kanosja, asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Gjyqtarja e procedurës paraprake, pas shqyrtimit të dokumenteve dhe dëgjimit të palëve,
konstatoi se kërkesa e prokurorisë ishte e bazuar dhe aprovoi paraburgimin për 1 muaj. Gjykata theksoi se ekzistojnë rreziqe të ikjes, ndikimin mbi dëshmitarët dhe përsëritjes së veprës penale, duke e konsideruar paraburgimin si masën e vetme adekuate për të siguruar rrjedhën e papenguar të procedurës penale. Besar Kelmendi u arrestua të njëjtën pranë zyrave të studios Onima, e që shkak dyshohet të jetë mosmarrveshja rreth një borxhi paraprak, ku i dyshuari me armë në dorë ka shkuar në zyrat e studios dhe kërkoi të dëmtuarin Epik Sh, duke ju drejtuar me fjalët se ku është se ka me vra. Kurse 2 persona u arrestuan 2 ditë më parë pasi u kapën në flagrancë në Prizren mbi dyshimet për fajde. E dosja atyre që ka siguruar Televizioni 7 zbardh veprat penale ku bëhet fjalë për kërcënime e kushtëzime me miliona euro. Me të dalë nga objekti prangoset nga disa zyrtarë policor. 2 ditë më parë Eduard dhe Anton Kaçinari u arrestua në flagrancë në Prizren mbi dyshimet për fajde. Sipas dosjes së prokurorisë, Eduard Kaçinari, që nga viti 2021 i kishte dhënë para me kamata shumë të larta viktimës Besnik Qoçaj, duke shfrytzuar gjendjen e tij të rëndë financiare. Për 17 muaj ai pagoi 4.500 euro në muaj, gjithsej 76.500 euro kamata dhe në mars 2024 mori edhe 170.000 euro tjera për të shlyer borxhet, po ashtu me kamatë 10%. Viktima për 16 muaj rresht paguajti nga 17.000 euro në muaj, duke arritur vlerën prej 272.000 euro të pagesave vetëm në emër të kamatës, por më nuk pati para. Dhe këtu i pandehuri i kërkoi 1 milion euro dëmshpërblim. I pandehuri vazhdon të kërkojë nga viktima shumën prej 350.000 euro, vetëm në emër të kamatës, pa llogaritur edhe borxhin bazë. Për shkak kërkon nga viktima që në emër të kamatave t'ja marrë lokale dhe shtëpitë, të cilat kanë vlerë prej rreth 1 milion euro. Sipas dosjes së prokurorisë, Eduard Kaçinari kishte kërcënuar vazhdimisht viktimën për të mos raportuar rastin në polici. I thot, nëse lajmëron rastin në polici, ta vras djalin, babën, vëllezërit dhe krejt familjen. Veprime këto të cilat i përsërit disa herë, madje në rastet e shpeshta me revolje në dorë, duke i bërë me dije se unë mund të hyj në burg. Rri 3-4 vjet, po kur dal të vras ty dhe familjen, sepse unë kam pare dhe dal nga burgu. Ndërkaq i pandehuri tjetër, Anton Kaçinari, dyshohet se bashkë me Eduardin ka dhënë 80.000 euro me kamatë mujore 10% përmes një ndërmjetësi. Pasi viktima nuk po mund t'ja delte me pagesat e kamatave, kërkon nga shoku i tij që t'i gjejë të holla. Ky i fundit e paralajmëron që nuk ka të hollat e tija, por e ka mundësinë që t'i marrë me kamat tek i pandehuri Anton Kaçinari, nga i cili në shuma të ndryshme merr 80.000 euro, me kamat mujore prej 10%, të cilat të holla ja dorëzon viktimës. Sipas dosjes së prokurorisë, gjatë arrestimit dhe kontrolleve janë sekuestruar para, pajisje elektronike dhe dokumente të shumta që lidhen me pronat e viktimës. E sot Këshilli Prokurorial i Kosovës u bë me kryesues. Me 4 vota për të e 2 për kundër kandidatin, Arjan Gashi u zgjodh edhe zyrtarisht kryesues i KPK-s. Me fjalimin prezantues në duar, po hyn në sallën e mbledhjeve të Këshillit Prokurorial. Përveç Arjan Gashit, në takimin e jashtëzakonshëm ishin prezente edhe anëtarët e tjerë dhe përfaqësues nga zyra e BE-s. Këta erdhën ta monitorojnë nga afër procesin e zgjedhjes së kryesuesit të ri, që të premten ishte në pikën e parë të rendit të ditës. Në 1, Arjan Gashi ka paraqitur nominimin për pozitën e kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Milot Krasniqi, në 2, ka paraqitur nominimin për pozitën e kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës. I pari që shpalosi planin e vizionin në rast se merr votat e nevojshme ishte pikërisht prokurori Gashi. Rreziku për cenimin e parimeve kryesore, në bazë të cilat funksionon Këshilli, ka qenë dhe vazhdon të jetë shumë i madh. Andaj fokusi im do të jetë gjithmonë në mbrojtje dhe interes të sistemit prokurorial e asnjëherë nuk do të drejtohet ka palë të ndryshme të interesit, qofshin ato individuale, institucionale apo dhe rajonale. Edhe kundër kandidati i tij, Milot Krasniqi, premtoi transparencë, efikasitet dhe bashkëpunim në rast se zgjidhet. Prioritetet kryesore të mandatit tim do të jenë fuqizimi i rolit të Këshillit Prokurorial. Një nga zëtimet kyçe për kushtimin tim do të jetë forcimi i rolit të Këshillit në drejtimin dhe mbikëqyrjen strategjike të sistemit prokurorial. Përmirësimi i efikasitetit të sistemit prokurorial. Procesi vazhdoi menjëherë me votimin e fshehtë, pasi administrata vetë se e kishte bërë gati kutinë.
Dhe me 4 vota për të e 2 për kundër kandidatin, Arjan Gashi u zgjedhë zyrtarisht si kryesues i Këshillit Prokurorial. Me 4 vota për, zoti Arjan Gashi zgjedhët kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Pas zgjedhjes, Gashi e mori kryesimin dhe vazhdoi edhe me pikën tjetër për emërimin e zëvendësit të tij, ku kandidat ishte vetëm Dardan Vuniçi. Angazhimi im do të jetë që kompetencat dhe përgjegjësitë e Këshillit të ushtrohen në përputhje të plotë me ligjin, me parimet të sundimit të ligjit, pavarësisht institucionale dhe llogaritënies. Një prioritet i rëndësishëm do të jetë edhe përmirësimi, organizimi, menaxhimi dhe mbikëqyrja e prokurorive në mënyrë që të rritet profesionalizmi dhe efikasiteti në sistemin prokurorial. Për dallim nga kryesuesi, ky u zgjodh me votim të hapur dhe pa asnjë vot kundër tij apo për dikë tjetër. Kush është që për zotin Dardan Vuniçi të zgjidhet zëvendës kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës? I kënaqur u shpreh antari nga shoqëria civile Visar Krasniqi, teksa pika tjera të rendit të ditës vazhduan me dyert të mbyllura për publikun. Zhvillime pati edhe te oda e mjekëve të Kosovës që kanë mbajtur mbledhjen konstituive të Kuvendit të Legjislaturës së 4, ku theksua rëndësia e forcimit të standardeve profesionale dhe bashkëpunimit institucional për avancimin e sistemit shëndetësor në vend. Prezent ishte dhe Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia. Oda e mjekëve të Kosovës të premten mbajti mbledhjen e radhës konstituive. Në Kuvendin e Legjislaturës së 4 u theksua rëndësia e forcimit të standardeve profesionale dhe bashkëpunimit institucional për avancimin e sistemit shëndetësor në vend. Kryetari i Odës së mjekëve të Kosovës, Pleurat Sejdiu, në hapjen e punimeve theksoi përgjegjësinë që kanë marrë përfaqësuesit e zgjedhur. Sfar dëshiroj të përgëzoj një nga një për zgjedhjen e juaj dhe besimin që keni marrë nga kolegët tonë për përfaqësimin e tyre, po edhe për punën që na pret në ngritjen e organizatës tonë, po edhe ngritjen e dignitetit të mjekut si profesion. Në ngjarje i pranishëm ishte edhe Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia. Këtu ai theksoi se roli i Odës së mjekëve është i pazëvendësueshëm në forcimin e standardeve profesionale. Roli i Odës së mjekëve dhe i odave të tjera është i pazëvendësueshëm në forcimin e standardeve profesionale, në avancimin e etikës mjekësore dhe në mbështetjen e zhvillimit të vazhdueshëm profesional të mjekëve tonë. Në këtë drejtim, kontributi juaj është i dukshëm, por edhe i prekshëm. Vetëm përmes programeve të edukimit vazhdueshëm profesional, Oda e mjekëve bashkë me institucionet tona ka investuar diku mbi 1 milion euro. Për ministrin, bashkëpunimi konstruktiv mes institucionit që ai drejton dhe Odës së mjekëve është i domosdoshëm. Prandaj, një bashkëpunim serioz dhe konstruktiv ndërmjet institucioneve tona, këtë rast Ministrisë së Shëndetësisë dhe Odës mjekëve, është shumë i rëndësishëm, mos them i domosdoshëm. Ky bashkëpunim është reflektuar në shumë procese për sistemin shëndetësor, duke dëshmuar se kur ka institucionist dhe profesionist dhe ata punojnë së bashku, rezultatet çdo herë janë në dobi të pacientëve, por natyrisht edhe në dobi të profesionit mjekësor. Ministri Vitia shtoi se buxheti për shëndetësi ka arritur rreth 400 milion euro dhe se investimet po vazhdojnë në modernizimin e infrastrukturës, pajisjeve mjekësore dhe blloqeve operative, si dhe në rritjen e pagave. Të nderuar shikues, këto ishin të gjitha informacionet që sot i kemi përgatitur për ju. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim.